Deputeti i Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit, Igli Sara, ka akuzuar qeverinë dhe kryeministin Rama për afera korruptive me projektin Durrës Marina, që sipas tij kapin vlerën mbi 3 miliardë euro dhe përfshin falje taksash prej 231 milion eurosh. Sara është shprehur se raportet teknike dhe studimet ndërkombëtare kanë evidentuar probleme serioze në ndërtim, ndërsa sipas një raporti të IKMT-s, dy objekte kanë mësuar ulje me 28 cm dhe 18 cm. Po sipas Sarës, ky dëmtim është akoma më i madh. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit publikoi një deklaratë zyrtare mbi qëndrueshmërinë dhe sigurinë e dy objekteve të projektit zhvillimor Durrës Marina. Në përfundim të inspektimit, raporti topografik i Institutit të Ndërtimit konfirmon se objekti 02 ka pësuar ulje deri në 28 cm, objekti 04 ka pësuar ulje deri në 18 cm. Edhe pse grupi i inspektimit i përbërë nga IKMT, AZT, Instituti i Ndërtimit dhe Bashkia e Durrësit, kreu verifikime dhe informoi publikun, në atë deklaratë mungonte përcaktimi i përgjegjësisë institucionale dhe teknike. Në asnjë pjesë të deklaratës nuk përcaktoi se kush mban përgjegjësinë në këtë problematik, e cila nuk përbën thjesht një devijim teknik, por një rrezik potencial për jetën dhe pronën e banorëve. Institucionet shtetërore nuk paguhen me taksat e shqiptarëve vetëm për të verifikuar denoncimet e medias, por kanë detyrim ligjor të kryejnë kontroll të vazhdueshëm në terren, të monitorojnë zbatimin e standardeve teknike dhe të çojnë përpara përgjegjësinë administrative dhe penale për çdo subjekt që abuzon me ligjin dhe sigurinë publike. Sot, Partia Demokratike kërkon përgjigje për disa pyetje themelore. Së pari, a janë kryer raportet topografike, studimet gjeologjike, geomorfologjike dhe sismike të zonës, të cilat janë detyrim ligjor për miratimin e lejes ndërtimit? Së dyti, cilat subjekte apo kompani i kanë hartuar këto studime dhe kush i ka miratuar ato? Së treti, a ka pasur devijime nga projekti gjatë fazës së zbatimit nga kompania ndërtuese, apo kemi të bëjmë me gabime në projektim? Së katërti, a japin sot institucionet përgjegjëse garanci teknike dhe ligjore për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e këtyre objekteve? Partia Demokratike kërkon pezullimin e menjëhershëm të punimeve në atë zonë, deri në përfundimin e një ekspertize të plotë, të pavarur dhe të detajuar tekniko-inxhinierike. Gjithashtu, i bëjmë thirrje institucioneve ligjzbatuese, si KLSH dhe SPAK, të ndërhyjnë menjëherë dhe të mos presin derisa ajo që sot paraqitet si shkelje teknike dhe institucionale të shndërrohet nesër në një fatkeqësi me pasoja të rënda. Sara cilëson këtë rast flagrant si këmban alarmi për sigurinë e jetës dhe pronës dhe akuzon qeverisin Rama si shpërndëruese të interesit publik.